Përshëndetje të gjithëve, mbas një dite jashtëzakonisht shumë të bukur të kaluar te rezidenca Epidam White Sensation, vendosëm të xhirojmë dhe episodin e dytë të podcastit më të fortë momentit, No Easy Rounds, ku do flasim për një sezon fantastik garash, emocionesh, disiplinash të ndryshme. Qëndroni me ne dhe s'keni parë gjë akoma. Kohëve të fundit kemi marrë pjesë në shumë kampionate të ndryshme, kickbox, muay thai, MMA, box, taekwondo dhe kemi fituar, kemi humbur, kemi bërë gabime, kemi mësuar dhe mbi të gjitha kemi patur një sezon jashtëzakonisht shumë të suksesshëm. Sot nuk do flasim vetëm për medaljet, por atë çfarë me të vërtet kemi arritur të mësojmë. The që keni qenë në kampionate të ndryshme, pra kickboxing, taekwondo, muay thai, boxing, MMA. Si ka qenë në përgjithësi eksperjenca e këtij sezoni për ekipin tonë? Ekipi jonë është një ekip i ri, kemi vetëm një vit që jemi formuar, kampionatin e parë kemi bërë vetëm me 3 muaj eksperiencë dhe siç e keni parë rezultatet flasin vetë. A ka ndryshim të madh mes organizimit të disiplinave të ndryshme? Çdo sport, çdo disiplinë ka të veçantat e veta. Në çdo eveniment që ne kemi marrë pjesë, kemi arritur të mësojmë sa më shumë nga ajo ngjarje. Një disiplinë ndryshon nga tjetra sipas komponenteve të aktivizimit, të buxhetit që kanë, pasi një kampionat me një buxhet më të mirë ekonomikisht ndryshon nga një kampionat me buxhet më të vogël. Kjo e bën atë edhe më të mirë, por nuk do të thotë që ajo disiplinë është më e mirë se disiplina tjetër. Në këto aktivitete, çfarë vlerëson më shumë si trajner, organizimin, nivelin e garës apo korrektësinë? Aktivitete që ne kemi marrë pjesë, unë vlerësoj punën e sportistëve të mi, pasi në çdo eveniment ne kemi qenë më të mirë se që ishim një kampionat më përpara. Është vetëm fillimi i një rrugtimi shumë të gjatë, ne nuk do ndalemi kurrë dhe kemi një rrugë tepër të gjatë për të arritur maja dhe shumë eksperjenca për të mësuar. Nga të gjitha kampionatet ku keni marrë pjesë këtë sezon, çfarë mendon se bën një event vërtet të organizuar mirë? Kjo varet nga shumë komponent. Çdo eveniment duhet të plotësoj disa kritere kur zhvillon kampionatin, siç janë stafi mjekësor, gjyqtarët, security, që çdo gjë të jetë në kontroll, transparenca. Ne me të vërtet jemi shtet i vogël dhe njihemi të gjithë me njëri tjetrin, por kjo nuk do të thotë që un jam gjyqtar, po garon sportisti im dhe t'ja jap atit fitoren edhe pa e merituar, siç kemi parë zakonisht ndodh në shumë raste. Kjo gjë nuk duhet të lejohet më. Besoj se të gjithë trajnerët kanë qenë sportista dikur dhe e dinë se si është vlerësimi i pamerituar, qoftë për mua apo për kundërshtarin tim. Cilat janë gabimet që hasen më shpesh në organizimin e eventeve sportive? Gabimi kryesor janë binjakëzimet, pasi çdo eveniment duhet të nxjerrë ftesat e kampionatit dhe ekipet pjesëmarrëse 2 ose 3 javë përpara dërgojnë të gjithë emrat e sportistëve që do marrin pjesë në kampionat. Më pas bëhen binjakëzimet që kush sportist do ndeshet me kë dhe kur të kampionati të gjithë të kenë udhëzimin e duhur dhe të shkojnë një kampionat i shkëlqyeshëm dhe në rrugën e duhur. Nuk mundet të ndodhë siç ka ndodhur që konkurrentët zgjidhen ditën e kampionatit ose zgjidhen mes trajnerëve se kush do garoj. Kjo është jo profesionale, por avash avash ne po përmirësohemi dhe ky sport po vjen dhe po zgjerohet, disiplinat luftarake po zgjerohen dita ditës dhe do ketë akoma më shumë konkurrent, akoma më shumë gara për të gjithë ne. Sa ndikim ka organizimi në performancën e sportistëve dhe trajnerëve? Organizimi i eventit luan një rol shumë të rëndësishëm në karrierën e çdo sportisti dhe çdo trajneri, pasi e gjithë stërvitja që ne bëjmë testohet në këto evenimente dhe prandaj ka dhe konflikte,
që jo po sportisti im ishte më i mirë, pse e mori ai, pse nuk t'ja dhat. Kjo është për shkak të gjyshtarizmit, siç e thash edhe më përpara, që gjyshtarët duhet ta marrin punën shumë profesionale, pasi ne servitemi shumë, japim shumë nga vetja jon kur bëhet fjalë për gara, e gjithë servitja, e çdo palestre dhe çdo luftëtari vlerësohet në evenimentet ku marrin pjesë, pra çdo gjë duhet të jetë e rregullt, e pastër, pa anë, gjyshtarizmi duhet të jetë i drejtë, fitoren ta meritoj ai që është servitur më shumë, dhe siç thotë dhe mjeshtri im, më mirë të kesh një humbje me nder, sesa një fitore të pamerituar. A mendon se sportet tona po ecin në drejtimin e duhur sa i përket organizimit të eventeve? Kjo është një pyetje që duhet parë një spektër më të gjatë kohor, por gjithmonë ka nevojë për përmirësim, si sportistët, si trajnerët, si evenimentet, ne të gjithë jemi këtu për të bërë më të mirë se ç'kemi qenë. Një temë që diskutohet shpesh në çdo sport janë gjyqtarët. Si e ke parë nivelin e arbitrimit këtë sezon? Duke qenë se ka marrë pjesë në shumë kompeticione të ndryshme, jam përballur me disa grupe gjyqtarizmish, jam përballur me palestra të cilat i kanë marrë gjyqtarët atë ditë që është bërë kompeticioni, i kanë marrë gjyqtarët nga ekipi i tyre dhe i kanë vendosur për të gjykuar ndeshjet, që do s'do ata kanë qenë dhe një anës për sportistët e tyre, sepse kushdo mund të jetë. Kam parë dhe evenimente shumë të fuqishme, siç ka qenë dhe kampionati i kickboksit, ku gjyqtarët janë në nivel profesional. Ata gjykojnë garat e kampionateve europiane dhe botërore të kickboksit. Çunat i përshëndes, kanë arritur të bëjnë një punë shumë të mirë gjyqtarizmi dhe për momentin ata janë vendi i parë me eksperiencën time si trajner në kampionate të ndryshme. A është e mundur që një trajner të jetë objektiv kur bëhet fjalë për vendimet e gjyqtarëve? Një trajner i mirë duhet të jetë gjithmonë objektiv. Nëse sportisti i tij nuk e meriton fitoren, ai nuk duhet të kundërshtojë apo të mërzitet apo ta shtyjë akoma dhe më shumë sportistin apo evenimentin. Humbja është diçka që sportisti mëson nga kjo gjë, shikon ti kishte gabimet e veta, e pyet veten që pse arrita të humbat, çfarë kisha gabim, kisha grushtin më poshtë, nuk e mbrojta mirë kokën. Kjo është një eksperiencë, është një mësim që do t'i vlej shumë më shumë se sa një fitore e pa merituar. Po kur ndodh një vendim i diskutueshëm, si duhet të reagojë një trajner profesionist? Kur ka vendime të diskutueshme, të dy trajnerët do të bien dakord njëri tjetrin. Mendimi im si trajner është që të shtohet një extra round, aty të vendoset tamam se cili sportist është më i mirë se kush dhe të ecim përpara me kokën lart të gjithë dhe me respekt maksimal. Çfarë të ka bërë më shumë përshtypje nga niveli i garave këtë vit? Më shumë përshtypje nga niveli i garave më kanë bërë sportistët e mi, pasi kanë arritur të dominojnë dhe të marrin pjesë në çdo disiplinë, qoftë boks, kickboks, MMA, taekwondo. Jemi ndeshur edhe me forcë, jemi ndeshur edhe me rregulla, jemi ndeshur edhe me disiplinë. Kemi bërë një performancë jashtëzakonshme dhe jam shumë 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 krenar dhe akoma më shumë do jem në ditët në vazhdim. A mendon se disa sportistë japin më shumë rëndësi medaljes se sa zhvillimit afatgjatë? Kjo është një pyetje shumë e bukur, pasi shumë sportistë i fillojnë sportet luftarake me idenë që unë do jem kampion i padiskutueshëm, unë do jem si Floyd Mayweather 50-0, do jem si Khabibi, nuk do kem asnjë humbje. Kjo është vetëm pjesë e logjikës, pasi jeni thjesht amator, keni një rrugë shumë të gjatë për të qenë profesionist, që humbja me të vërtet të ketë rëndësi. Tani ju nuk humbni asnjë gjë, thjesht mësoni, fitoni eksperiencë dhe korrigjoni veten për të bërë akoma dhe më të mirë në evenimentet e ardhshme që mund të merrni pjesë në botërore apo në kampionate shumë më të mëdha se kjo që realizohet tani. Nëse do të jepje një notë sezonit që kaloi, sa do të ishte dhe pse? Besoj se do të jap notën 10, pasi për një kohë shumë të shkurtër kam përjetuar fitore, humbje, zhgënjime, pabesi,
ullje, ngritjet, biznesi, familja, shoqëria, kam parë se kush është i vërtet, kam parë se kush tërhiqet, kush mban fjalën e dhënë, kush shërbitet më shumë. Vetëm kam fituar, kam mësuar dhe është vetëm fillimi. Pra, një vit rrugë eksperiencë, kam fituar eksperjenca për 20 vjet besoj. Pas gjithë atyre kampionateve, cili është mësimi më i madh që do marrësh me vete? Duhet të jem vigjilent, duhet t'i realizojmë ndeshjet në mënyrë profesionale, nuk do të toleroj më asnjë gjyqtar. Çdo gjë do të jetë në rregullin e duhur, në kontrollin e duhur. Unë jap maksimumin për sportistët e mi, siç e keni parë të gjithë sportistët e mi arrin vjusa maramëndse, ndeshjet amatore shkojnë mbi 400.000 vjusa, 200-300.000 dhe jo vetëm 1-2, por pothuajse 70% e ndeshjeve bëhen virale në platformat sociale. Dhe janë akoma 12 vjeç, 13 vjeç, kam sportistë kanë 9 vjeç që po bëjnë buj në evenimentet shqiptare dhe akoma nuk e ka nisur tamam për të shpërthyer në botë. Dhe për ta mbyllur, kur të nis sezoni i ri, çfarë do dëshiroje të shihje ndryshe për sportin tonë? Dua që çdo luftëtar të hiqet pagesa e kampionateve, sepse vetëm në Shqipëri ndodh që sportisti duhet të paguaj dhe të ndeshet. Më mirë të ketë një publik me pagesë dhe të zbritet pagesa e sportistëve, sepse përveç stërvitjes së fortë, emocioneve, nuk duhet t'i demoralizojmë në pagesa të ndryshme. Për shembull në kampionatin e MMA-s kemi paguajtur deri në 40 euro pjesëmarrjen që u bën edhe në qytetin tonë. E di që kampionatet kanë kosto, këto kosto duhet t'i mbuloj dikush, prandaj duhet të hyjnë sponsorat në lojë. Është një sport shumë i bukur, është një sport me shumë emocione, adrenalin që vetëm po zhvillohet. E pakta që mund të bëjmë përveç pagesave që ne nuk arrim dot t'i paguajmë ta sportistë, deri tani, të paktën t'i heqim pagesën e evenimentit që ata zhvillojnë, sepse pa sportistët tanë nuk do kishit kampionate. Më i fortë se kaq. Me pyetje tjetër? Profesor, po diçka për veten, çfarë mund të na tregoni? Jam shumë i lumtur për këtë rrugtim që kam marrë në jetën time. Është vetëm fillimi i një rruge shumë të gjatë. I bëj thirrje të gjithë dashamirësve të sporteve luftarake që t'i mbështesin këto evenimente, ta mbështesin ne si ekip i ri që jemi, pasi kemi treguar që kemi zemrën, punën e duhur për të arritur majat dhe nuk do ndalemi kurrë, do bëhemi gjithmonë më të fortë se që ishim dhe ju uroj gjithë mirat të gjithëve, qëndroni pozitiv dhe duajeni veten.